ta diskutoni me njëri tjetrin gjatë ditëve që vinë, nëse edhe Ina dhe Casey do të vazhdojnë që ndrojnë brenda shtëpisë, do doja në këto momente me një ritëm edhe një alegri shpejtësie Malin, Mateon, Selin, Kristin dhe Brikenën të vinin urgjent tek arena. Me vrap, me vrap, me vrap. Go, go, go. Hajde, thank you. Ua, kemi lojë, sa qenë! Keni lojë, si njerëz që i duan shumë lojrat. Tani, përpara se të filloni lojën, qëndroni aty tek ai banaku, mos lëvizni gjë pa ju thënë unë. Qëndroj secili prej jush nga afër një nga ato koshat aty, okay? Ktheuni nga e kundërta tuaj, sa t'ju shpjegoj diçka, okay? Këtë javë dhe tjetrën, pra deri në 21 janar, Hebs zhvillon fushatën çdo e verdh është Hebs. 31, që qa thash, 21? 31 thash, apo thash 21? Atëre, nga sot deri në 31 janar. Kjo tregon që duhet filloj të vë syze. Po thoja, pra çdo e verdh është Hebs dhe ideja është që për çdo produkt të verdh që do të dërgoni tek Hebs, do të përfitoni 20% zbritje për çdo porosi që bëni. Mund të dërgoni të gjitha gjingla minglat e verdha që keni dhe që s'dini ku t'i çoni, pra letra, stereolapsa, çakmak, ku di unë, kmishat verdha, në një palë të brëndshme të verdha që ju kanë tepruar, dërgojni te Hebs dhe përfitoni këtë. Mos harroni fushata zgjat deri në 31 janar. Hebs fried chicken, love the taste. Tani, o Brikena, qa bën? A nuk të mjaftojnë ato që ke, po futet të tjera? Tani, ideja është, jo, dorëzojni ato mbrapa aty ku i gjetët? Ashtu. Ideja është kjo, se cili prej jush, sa po të gjej një top të verdh, duhet ta vër tek përballë tek ai kontenitori transparent aty. Pra jo më shumë se një. Pra duhet të bëni varavingo. Okej? O Lediona, mund të themi gjë? Po. Ti them publikut që janë me shorca poshtë, mos u trëmbni po pat në një gjë, janë pantallona, okay? Po, dakor, nuk trëmbet publiku, mos e vrit mendjen. Publiku përkundrazi. Knaqet. Ideja është aty keni përveç se topave, më thon ka dhe objekte të tjera të verdha, kështu që mundoni gjeni gjëra të verdha, okay? Tani, nëse ja dilni, përfitoni 1200 euro buxhet që mund t'i shpenzoni me këtë, pra ai që mbledh më shumë objekte të verdha, fiton 1200 euro buxhet brenda shtëpisë që mund t'i shpenzoj me këtë doj si të doj dhe pra mund t'i shpërndaj me banorët që dëshiron dhe përfiton dhe mundësinë që të ketë një darkë private brenda shtëpisë me këtë doj, natyrisht me Hebs. Dakord? Sa ko kanë? 1 minutë? Atere, keni 1 minutë ko, 3, 2, 1, fillo! Ja kjo muzika kështu si Ben Hilli. Bravo, bravo! Hajde Brikena, Selin, jepini duarve! Mos lini çuna të fitojnë! Edhe sa sekonda se nuk shoh më. Okej, 25 sekonda. Au, i derdhen të gjitha. Bravo, bravo, bravo! 10, 9, 5, stop! O, Selin! U brave? Jo, okej. Atere, filloj me radhë. Mateo, sa objekte të verdha ke ti? Numëroj shpejt. Merrni pak frym ju të tjerët. Jo, s'ka gjë, Mali, Brikena, qëndroni afër kutive. 6, aha. 8, 10, aha. 12, 13, jo. 14? 14. po.
14. Okej, Selin, radha jote, urojmë të kesh më shumë se sa Mateo. 2 4 6 8 10 20 12. Atëherë, deri tani Mateo është përpara. Shohim sa ka mbledhur Mali objekte të verdha. 1 2 3 4 5 Nuk është ajo. S'është ajo, s'është e verdhë. Çfarë është prit? S'është e verdhë. S'është e verdhë. Prita shikoj komisioni? Jo, nuk është e verdhë. Nuk është. Jo, Mali qënë ke pak daltonik vllai. 1 2 6 3 lam. 4 5 5, aha. 6 6, mund t'i marrësh dhe nga 2? Okej. 8 Aha. 9 10 11 12 13 13. Deri tani vazhdon Mateo me 14, pastaj Mali, pastaj Selin. Shohim Brikin. Hajde Brikin. Okej. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Okej, deri tani duke që ti je në avantazh. Aha, 11 12 13 14 Barazim, po çfarë rastësie? Mateo dhe Brikena kanë të dy 14. Atëre varet te Kristi. Urojmë që Kristi të... 11. 11 i numërove? I numërova, po. Gjërat verda, ku pse keni bërë me hile? Atë akuzov vllajën e madh, jo mua, unë nuk bëj asnjëherë me hile. Mirë se flasun pastaj. Pra, ideja është që tani ka dhe Mateo dhe Brikena, i fitojnë të dy dhe duhet të ndajnë 600 njëri, 600 tjetri. Okej, atëre, grupi, çifti. Si fillim, njëherë duhet të pyes Mateon që nëse ndodh të lërë shtëpinë, kujt do t'ja japësh 600 eurot dhe të darkën. Por nuk ikje, jo. Po mirë, nëse unë duhet të pyes, nëse ndodh. Më duhet një emër, Mateo. Qofë se ndodhë, që s'do ndodhi Mali. Mali, doja japësh Mali. Atëherë, nëse e vazhdoni të qëndroni në shtëpi, për sa kohë jeni dy veta, darkën private do ta haj Mateo dhe Brikena dhe natyrisht që buxhetin që kanë fituar nga loja mund ta ndajnë me këtë duan. Unë shem se du të me bëj loj tjetër nga dy që me zgjedh fitusin. Jo, po që ju i mblodhët vetash i filloni të gjeni kështu teoria konspirative. Ore, Brikena, absolutikisht çfarë është shkruar. Kaq. Po me Kristin që i kishim njësoj një mbjetë. Le të mundoheni ju ta bëni çorap muhabetin. Mund të ktheheni.